Nga dursi kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, me gjuhë të ashpër ka sulmuar Salianjen duke e cilësuar një takim privat me agjendë personale. Ndonë se salla e takimit ishte mbushur me demokrat, Berisha u përpoq ta minimizonte pjesëmarrjen, duke thënë se demokratët nuk u mashtruan dhe se bojkotuan takimin. Asnjë deputet nuk ka nis as një foltor, ju lutem korrigjojeni. Antar kryesie. Po, është një antar kryesie, i cili ka një agjendë personale, i uroj ta vazhdoj sa të ketë qenë. Po për demokratët e tjerë. Një minutë. Edhe një herë. Nuk ka asnjë prit një minutë. Tani më tha kështu e para. E dyta, është një antar kryesie i cili është i kooptuar në kryesi, i cili në asnjë mbledhje kryesie s'ka shtruar asnjë nga këto probleme, pra ndjek i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha, dhe këto ai do të ketë agjendë personale, ta vazhdoj gjërë në fund. Se çfarë ishte salla, atë di unë i përgëzoj strukturat e Durrësit që nuk u mashtruan nga një takim me agjendë strikt private. Pra ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saliani? Urdhë? Ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saliani dhe të tjerë? Të deklarosh se militanti i demokrat nuk ndigjohet, nuk ka mashtrim më të madh, mbasi para jush dhe gjithë shqiptarëve, këto 4 vite militanti demokrat ka votuar sa kur në ekzistencën e tij. Dhe vota është mënyra më mirë e ndigjimit. Pra, të ndjekësh një agjendë personale është një zgjedhje të cilën unë s'kam asnjë kundërshtim. Si i sfiduar ndiheni? Unë i sfiduar? Nga Saliani? Apo ndjek të njëjtën rrugë si ju zoti Berisha në 2021? Urdhoni? Apo ndjek të njëjtën rrugë si ju në 2021? Mirë. Deklaratave të Salianit se shqetësimet e demokratëve nuk janë dëgjuar, Berisha i cilësoi mashtrime, ndërsa grupin e demokratëve që ju bashkuan Salianit i shpalli tradhtar të partisë, duke i akuzuar se gjatë fushatës kanë punuar për Partinë Socialiste dhe se foltores ju bashkuan për interesat e tyre personale. Pyetjes nëse Saliani do të bëhet kokturku dhe do të përjashtohet nga partia pas kësaj lëvizje, Berisha ju përgjigj kështu: doni ushqim që të mbuloni skandalet e qeverisë, por Saliani të vazhdojë agjendën e tij personale. Ndërsa deputetët demokratë jashtë kuvendit zgjodhen të shmangen pyetjeve të gazetarëve për foltoren e Salianit, duke mos e komentuar drejt për drejt, por fokusin e vendosën tek betejë me qeverinë e korruptuar.